Kjo që shikoni këtu është Margarita Tutulani, jemi në Berat, në qendër Beratit, zonja dhe zotrinj, është heroin e popullit, ka lindur në 25-ën dhe vdiq 43-shin që i bie 18 vjeçe, pak a shumë, në lagjen Gorica të Beratit, edhe ka patur gjyshin e saj Dimitër Tutulani, i cili ka qenë në ata personat që firmosën deklaratën e pavarësisë në Vlorë në 1912-ën. Babai i saj pastaj ka qenë Miltia Tutulani, i cili ishte deputet edhe figurë publike, edhe kur Italinë e pushtoi kur Shqipërinë e pushtoi Italinë zbejllaf në 39-ën, këta normalisht ishin kundra sepse kishin dhe pozicioni si deputet dhe këto, dhe normalisht që këta i dhanë pavarësisë Shqipërisë nga turku, s'tan hajtë bëmi me Italinë, hajtë bëmi më vete, tha nejse, u bë pjesë e Partisë Komuniste në 42-shin dhe mori pjesë në demonstratat që u bën këtu 28 nëntor të 42-shit në Berat, ku erdhën mira veta dhe dolën bën atë grevën e tyre, dhe pastaj në 1943-shin i kapën forcat anti-komuniste në atë rast, që ishin ballistët edhe italianët, edhe i morën në Kavaj, torturuan dhe vdiqën atje. Pas luftës e shpallën heroin të popullit shqiptar. Mirë është i dini kush janë, se po e shikoni një dy veta, e bëri njëri fotografi dhe tha që është aktore ndaj. S'do e bëja këtë video, po tha njëri që është aktore edhe vallahi duhet ta dim historinë tonë. Të paktën kur janë mes sheshit kështu, të shikosh një rrugë, një diçka, një emër, duhet i dish se kush janë.